Vetëm 5 kilometra e ndajnë qytetin e Ballshit nga fshati Gjerbës, por kjo distancë është kthyer në makth për banorët. 5 kilometra rrugë janë 30 vjet, sigur na 500 metra me të ishin shtruar do kishte mbaruar rruga. Ata që kanë ikur nëse vdes në një që i bën këtu, edhe i vdekur nuk arrin dot që të varroset. Aq probleme është bë rruga për. Amortizimi makinës sa do makina të hajës duan kalamaj. Të rinjt kanë ikur, familjet janë shpërngulur dhe fshati po shuhet. Fshati ka qenë këtu, ne kemi patur shkollë të mesme. Dhe ishin 250 nxënës. Ishin 150 shtëpi, tash nuk janë as. Ishe shtëpi të çuti, por nuk ka njëri bërë. Ja, unë kam 4 çuna, menose s'kam asnjë shtëpi. Bashkia Mallakastër pohon se ka kërkuar investime nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por deri më tani projekti ka mbetur në letër. E njëjta panoramë në fshatin Tapi, i cili gjendet vetëm 5 kilometër nga qendra e Kuçovës. Prej më shumë se 25 vitesh, në rrugë nuk është hedhur as çakull. Ja, bieshi bëhet gropa, nuk ka lëndot. Do të veshë çizme, dalësh në xhate, pastaj në rrojsh. Vinë, marrin votat, na gënjejnë, na mashtrojnë dhe asnjë nuk bëjmë. Jemi pa rrugë. Po ne rrim në shtëpi, po çfarë me fëmijët do shkojnë në shkollë në mëngjes. Kemi dhe kanalu e zeza, pas shikosh ma tanti ku bjen shira dhe atë sot, veç atje, më falë prej në gjenë mutra në rrugët. Bjen ambulanta do rinë gjandet, në rrugën kryesore, do vi, Xarfikçja po dhe Xarfikçja ti do ri. Bashkia Kuçovës ka premtuar ndërhyrje në çdo fushatë elektorale, por kontaktuar nga Report Televizion, zyrtarët vendor thanë se s'kan fonde për asfaltimin e rrugës. Segmenti rrugor Lushnje-Ballagat-Peqin-Belç është një tjetër shembull i investimeve pa mirëmbajtje. E rikonstruktuar 15 vite më parë, sot rruga ka degraduar dhe në disa segmente është e rrezikshme për lëvizjen e mjeteve. Të paktën bëhet ndërhyrja për pjesët sa ka mundësi bashkia këto gropat. Unë dëshirash brenda, se pas janë vandegat të ullinit. Nuk bëhet atë se prishë makinat, vetë kosta do 500 lekë kullosh makinën. Nuk ka lot, kemi frikë. Sa kohë ka pa shumë problem. Çdo ditë në moment kur na lënë në ty, mund të sheme. Ne po thomi 2026 do vëmë në Europë, ne nuk vëmë në 2040 në Europë. Bashkia e Lushnjës ende është në fazë projekti dhe nuk dihet kur do të kryhet rikonstruksioni.